ku je o vlla, që sa s'te kam pa. Më ka marrë malli me tani adëza, me ty dertet mi qasi dikur o vlla. Se kjo dynja më ka mërzit ma, rrugës për gjami kur kem bisedu. E një saf me ty gjithër jem bashku, nuk harohen o vlla kur ato knaqësi. Pikë spori falenderojmë këtë vllazëri që jeni bë pjesë e kësaj dreke vllazërore që ka organizuar Haxhidani. I falenderojmë një falënderim të veçantë. Po ashtu, edhe xhallarët se cili prej tyre e ka ndo kohën pe kohës tyre të veçantë për me ardhur bë pjesë e këtij lloj manifestimi vllazëror, po ashtu drekës vllazërore. Një falënderim veçantë po ashtu i vjen po atyre personave që e kanë bën përgatitjen e ushqimet për gjatë kësaj drekës vllazërore. Ani fjalë çasti ja dhojmë Haxhidanit. Bismillah, alhamdulillah. Falëndrim dhe lavdrim takon Allah dhul jalal. Vetëm ata e falenderojnë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojnë. Selat dhe selam te çëna Muhammed alayhis salam, familjes ndash shok të besnik të gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ju përshëndes vëllai, me selam aleikum. Allah ju nderoft gjithë që keni ardhur, pasaçërisht të xhallarët të nderuar, që na kanë zbukuruar këtë takim. Njashtë i falenderojmë edhe vllazninës që na kanë përgatitur ushqimin. Pa humb kohë, inshallah japni fjalën xhallarëve. Allah i shpërblet. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. E falenderojmë Haxhidanin që e ka bërë ftesën edhe organizimin edhe juve gjithëve që jeni prezent. Është bën një vit nga viti i kaluar që kemi pas një organizim të tillë dhe të ardhur dhe mos i kam marrë këtu komendue te fjala e Allahut subhanahu wa taala wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama'. Thot Allah subhanahu wa taala, o Muhammed, përmend javë si shembull njerëzve jetën e kësaj bote e cila është sikur një shi i cili zbret nga qielli. Wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya, që javë shembull jetën e kësaj bote kema in anzalnahu min as-sama', sikur uji që zbret, shiu që zbret prej qielli. Dhe shiu prej qielli zbret shpejt. Qashtu edhe jeta e kësaj bote kalon shpejt. Shiun që elshon Allah subhanahu wa taala, pe ati ka mundësi me pas begati, e të cilin Allah subhanahu wa taala në Kur'an e ka quajtur ghaith, nga se shiu nuk është gjithmonë begati, kanjëherë është edhe dënim. Jeta e kësaj bote ka mundësi me u shfrytzuar si shiu, i cili bjen më të shpejt, edhe jeta shkon shpejt, edhe shiu ku të bjen tokë jep si rezultat ose begati, e bin bimet prej tina, ose e shkatron, e prish venin. Edhe jetën që e kena na që na ka kaluar shumë shpejt, si cili prej neve që jena, që të vite që jena kanë kaluar shumë shpejt, sikur që shiu që bjen për qielli. Ose e kemi shfrytzuar këtë jetë për fesad, për sherr. Ose e kemi shfrytzuar këtë jetë për me bë hajër, sikur që shiu ose ka me dhon bereqet begati, ose ka me bë shkatrim. Në hadith të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit i ka krahasuar gjithashtu me shiun edhe me tokën e cila pranon shiun. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa njerëz janë sikur ajo toka e cila e pranon shiun, e ma për veti jep bim për shkak të ujitjes, edhe vin edhe gjallënesat e tjera pin ujë të kjo tokë që ka mojt ujin. Ka një tokë tjetër e cila është ma thot, ma shkret, e ma ujin si rezervar, pin të tjera ta më për veti sfiton. Kurse ka një tokë
ajo është e keqe, as nuk e ma ujin, as nuk je bereqet për veti, as nuk fiton kërkush për sajna. Besimtari është sigur lloji i parë i tokës edhe i shiut, i cili kur e ka marrë vahin, shpalljen prej Allahut, edhe ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka fitu për veti. Edhe i ka bërë edhe fëmijët e vet, familjen e vet, i ka rritë, i ka edukuar që ka marrë prej qiellit, prej te Allah subhanahu wa taala, edhe kur ka dosh dikush me fituar diçka në fe piktina, i ka dhënë mundësi sikur ato që ka rujt ujin. Lloji i dytë Allah na rujt janë munafikin. Ato na i llogaritmi gjithmonë si musliman se nuk e dina. Nga se edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, munafikët nuk i kanë ditë. I kanë llogarit musliman. Ata çka bojnë? Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mundësi, edhe musliman kanë dobi për tyne, ama ata për veti nuk kanë me po asnjë dobi në ditën e Kiametit. Hadithën e saktë të cilën e transmeton Imam Buhariu. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë i pari që ka me hyrë në xhehenem ai që ka pas dituri. Një hadith tjetër sillet në xhehenem rreth zorrëve të tij sikur magori, edhe vinë njerëzit e pyesin çka u bë, po ti na ke kallëzuar neve fe, ti na ke mojt neve vajz, ti na ke kallëzuar neve dispozita, na ke kallëzuar çka është haram, na ke kallëzuar çka është halal. Kurse vetë në xhehenem, thot pejgamberi sa thot po se juve ju mësua më për veti si kum bë. Juve kum urdhnu për mirë ama për vetë që ndalu se kum bë të mirën. Juve kum urdhnu më ndalu nga keqja ama vetë kum shku kum bë të keqen. E kjo sikur shembull e asaj tokë e cila ujin e ma, edhe vinë gjallënesa të tjera pinë për këtij uji. Po toka që kjo tokë s'ka kur far dobie prej ujit. Edhe njerëzit të cilët mësojnë Kur'an, e mësojnë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e mësojnë çështje fetare, por nëse në mbrëmsinë e zemrave tyne nuk ka zonë në vend kjo fjalë ose ka mësuar për veti, nuk ka dobi kur gjën ditën e Kiametit, edhe nëse kret bota shkojnë në xhenet për shkak të këtina, ama ky shkon në xhenem. Dhe treta që s'ka as interesuar për dije fetare, as si shahani kërkush në fe, as për veti, as në familje vet, as për kërkon, as sikur shembulli asaj tokës e cila nuk jep, as nuk nal ujë, as nuk jep fruta, as kurgjë. Nëse viti shkon që ka shpejt, edhe jeta kalon që ka shpejt, për se cilin për neve ka marrë dita që kemi më taku me Allah subhanu ta'ala. Dhe për to s'ka rrugë zgjidhje tjetër, s'ka mundësi. Kretë në teori e dim, se nuk kem mundësi pashku me u taku me Allah, e takimi unë me Allah në është afer. E nëse e në 50 vjetë, për para neve apet është shkurt, se 50 vjetë janë pak. Edhe ka 100 mukon apet është shkurt, ama në bas praktikës, në është të kërkush për neve nuk i ka, për neve, për aty në qenë matrit këtu, nuk i kanë 100 vjetë për shkak se i gjatësia umetit me një mesatare motët nga 60 deri në 70 vjetë. Nuk bën, as nuk lejohet, as nuk ka fitim kërkush për neve, për as një çështje me ndru, e me shtremu, e mos me ecë në atë që ka urdhëruar Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa marrë parasysh se çka bëhet, edhe pse falëndrimi tek Allah subhanahu wa taala kur gjë sot u bë më neve hiç. Se që 20 vjetë, 30 vjetë e kemë këtë fe personal, si se i për neve që e llogarit pe uzimet ose pe kur ka fillu namazi, nuk është që na u ka bë kiameti kur gjë. Edhe që e pjesë tjetër ka më shkuar, kurse qëndrimi para Allah subhanahu wa taala, nëse nuk ka qenë sinqeritetin në jetën e kësaj bote, është qëndrim i dështuar. Por te veç për ju këshilloj shkurt për shkak se elhamdulillah kem hoxhallore hafuza gjithë ka pak me fol, me fitua për dituris edhe davetit tënve, që lusë Allah subhanahu wa taala me që bereqet si cilit me venën e vetë, me që sinceritet, me që prani, kabul, me abo Allah subhanahu wa taala veprat edhe njerëzit, me i pranu ata për shkak pranis që e vepa Allah subhanahu wa taala, atëre jeta shkon shpejt, edhe ka shkuar shpejt që ka shkuar deri tash, edhe ajo tjetra që ka mbet shkon qëtë rrjedh, sikur që rrjedh shiu prej nolti, ai që shfrytëzon për begati, ka me qeni lumtur ditën e Kiametit në qëndrimin për Allah, ai cili mashtrohet
edhe i jep përparësi gjonave tjera përveç asaj për të cilën jemi kriju. Ajo është adhurimi Allah subhanahu wa taala, ka me dali dështum. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala. Paqja dhe mëshira Allah qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe me gjithë ata që të pason në të mirë deri në ditën e gjykimit. Spore falenderoj Haxhidonën për ftesën që na ka bë, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që Allah t'ja pranoj këtë vepër. Pastaj falenderoj edhe vllazërit tjerë për kontributin që e ka dhënë për përgatitje, edhe hoxhallarëve, edhe gjithë ju e tjerëve të cilët ju keni përgjigj ftesës për hir të Allahut subhanahu wa taala. Me të vërtetë vllazni, dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala është prej mirësive më të mëdha që nëse një rob ju jepet, atëherë është prej begative më të mëdha që Allah subhanahu wa taala e ka begatu. Unë deshta veç me cek një ngjarje që na mëson se çysh do të më kon dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala. Transmetohet një ngjarje që ka ndodhur, ka qenë një njeri me djalin e tina. Edhe duke diskutuar djali i tina ka pas i ri, domethënë ka pas shok, vizita e shoqëni të madhe, edhe i ka thonë baba vet, ka thonë o bir shumë shok paske. Ka thonë po baba jam kam shumë. Ka thonë vallai baba jot e ka pas një shok edhe një gjithë shoku. Edhe në atë moment kur e ka thonë këtë fjalë, ka përcyer ai halifja udhëhesi aty në vendet, edhe domthonjë që ka ndalë natën me këqyr gjendën e muslimanëve, gjendën e njerëzve që e kanë, edhe më një herë kur u shku në vendin e vet, i ka thirrë ata këshilltarët e vet dhe i ka thonë çështë ka thonë, unë e di që është një shok, mirë po ditë dikush më mos shpjegoj se ç'a është gjys shoku. Edhe secili më nun ato të vetën njëri prej tyre ka thonë mos mirë është më shumë me thirrat të plakun edhe me vetë se çka ka për qëllim gjys shoku, ai mos mirë është ta sqaron. Thot u shkruaj ka marrë atë plakun, ka thonë çështë të kam dëgjuar dje duke përmend kështu çka ke pas për qëllim. Thot kë mbledhi thot njerëzit që kanë pas në atë kohë kur i kanë zbatuar ato dënimet, pa marrë parasysh se çfarë dënime ka marrë personi, e kanë pas atë mejdanin edhe kanë qit personin dhe kanë thirrë njerëz me po duke u dënu, ka thonë mbledhi njerëz edhe thuj kena me vrarë për filonin, edhe unë ta shpjegoj se çka është shoku, çka është gjys shoku. Nesrit i ka mbledh ky udhëhesi, i ka thirrë ato njerëz, i ka thirrë ato që e kanë zbatuar, domethënë ligjin, edhe ka thonë sot kena me vrarë filonin për shkak të filon veprës. Nuk ja ka cek mirë, po ka thonë për shkak e ka bënë vepër që duhet mu vrarë. Është ngrit një njeri, edhe ka qenë tregtar, ka pas pasuni, ka thonë në dha këtë pasunin për mos me vrarë këtë person, se është njëft ky si plak i mirë. Ka thonë ai nuk mjafton, vepra e tina është shumë më e rëndë se sa pasunia jote. Kur e ka poçi po kongul veç me vrarë është quë edhe një tjetër. Ka thonë unë ka pas fare më shumë, ka thonë unë dha këtë pasunin, plus asojna ka thonë që atë veprën që ky po akuzohet unë kumbo, mu vromni. Edhe në atë moment u kthye ai plaku ka ai halifja i ka thonë e kuptova çka është shoku dhe çka është gjys shoku. Unë shok është ky që hini me pasuni edhe me veten e vet, kurse gjys shoku është ai i cili hini vetëm me pasuni. Unë ja ka shpjeguar me vepër. Plus Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën neve ta mund shok. Mos na mbledh veç mirësia e dynjos, mirë po tjetë domethënë shoqënia për hir të Allah subhanahu wa taala, e që shpërblimi i saj na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, që është hadith kutsi ku thot Allahu subhanahu wa taala, ata që duan për hir timin, ka thonë kanë menar, domethënë drita në ditën e kiametit që kanë me pas lakmi edhe pejgamberët dhe shahidat. Allah na bëj që më desh për hir të Allahut pa asnjë interes dynjos këtu neja që i bone e në vishë mirësi që Allah subhanahu wa ta'ala na i ka dhuru. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Falënderimet, lavdërimet tona më të sinqerta e dërgojmë Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu në lartë madhëruar e falënderojmë. Vetëm për Allah të azza wa jall ndihmë, falje me shirë kërkujmë. Aja e cila hoxha e përmeni
është ajo e cila besimtari duhet me ecë në përhapa cilët ka ecë pejgamberi sasëm. Pas çdo vepre e ka po frutin dikush. Pas çdo fjale është ndiku dikush. Pas çdo sadakaje që aja ka bo, është prejk dikush. Andaj kështu do t'jemi edhe ne. Nga pak do të bohemi shumë. Pastaj do të vinë disa sene çka ndonjëherë na si kena realizu, as si kena mendu. Po këtë rast nuk du me fol pra ato se qysh u sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili ka qenë model për neve, ka qenë model për njerëzit dhe xhenet, edhe është modeli deri tek njeri fundit. Ai i dërguari jon sallallahu alaihi wasallam. Kur ju bo shpifja Aishës radiallahu anha, qasjen edhe mënyrën që qas i dërguari jon sallallahu alaihi wasallam është aja cila është e njohur. Po nuk po du më nërë këtu, po du me dollë dikun qysh është qas Ebu Bekri radiallahu anhu. Ai cili ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për to, sikur se krejt ymeti jam do të dalin një në nom, dhe imonin e Ebu Bekrit një në nom, do ta kishit po që imoni e Ebu Bekrit kish me për shumë aran. Qysh u qasë Ebu Bekri ndaj shpifjes se qikes tina? Ka marrë një shambull. Ka qenë një prej sahabive që ka posë emrin Mistah ibn Athath. Ka qenë kumshia i Ebu Bekrit. Ka qenë prej të vorfëve, prej sahabëve të vorfër. Ku është përhap lojmi për Aishën, pastaj ja ka nis ata cilët kanë qenë ata cilët kanë bërë domën mesin e besimtarëve. I gjuin fjallët. Po fillimi kësaj ngjarje nuk ka nis që ka bërë kështu. Veç kanë thonë, a thu qava në Aisha, ka kome ato, s'kan hima shumë të tajezim. Gjithmonë fjallët e paqarta në fetën e janë për munafika. Pastaj, çka jep modeli këtu? Pejgamberi sasëm ka qenë me stabilitet. Po shikoni në qëndrimin e Abu Bekrit. Filloi shpifja kundër Aishës. Mistah ibn Athath ka qenë prej kumshive të Abu Bekrit. Transmetime ka ardhur që Abu Bekri ka jap sadako gjithë Mistah ibn Athath, edhe gjithmonë ja ka jap ato cilët ati ka nevojit. Kur pa pritmas, Mistah ibn Athathi u përfshin në rrjedhuj. Edhe ndëgjej fjalët e Abu Bekri, që qaj që i ka jap sadako, qaj që i ka ndihmu, qaj që ju ka gjin, me ato që ka posë obligim, po del, po fol kundër çikes tina. Pastaj është betu Abu Bekri, pa pasha Allahun prej sudin nuk kam jep mo këtina sadako. Pse? Pse o betu në Allahun? Dhe të na kena ditë që jena të poqë, edhe jena të pastër. Kur ti shumë do lazni që ndikuhen prej dove, kundër atyre cilët e mojnë sunetin e pejgamberit, kundër atyre cilët që ndrojnë fejnë Allahut azza xhel, a ka që ndikuhen, ka që ndikuhen. Qysh do të jetë parimi jonë? Pastaj s'ka qenë këshill për pejgamberin sasëm. Ka qenë këshill, ka zbrit ajet i tërë për Ebu Bekrin radiallahu anhu. Është betu që s'kam jep sadako mo. Pastaj Allahu azza xhel suratul Nur ka thënë: "Wa la ya'ti li ulil fadli minkum wa sa'ati an ya'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Ka thënë o ju të cilët po betoheni që s'keni me jep pasunin e atyre që i keni të ofërt, kumshi edhe atyre që të bojnë hijret në rrugën e Allahut azza wa xhel. Allahu ka thonë nëse betoni që s'keni mi vazhdu punë të mira mo. Erdha jeti, pastaj cilë ka qenë parimi e Abu Bekrit, pa pasha Allahun azza wa xhel, edhe pse ai ka qenë kundërshtori im. Edhe pse ai ka qenë kundërshtori im. Tha Abu Bekri, ajeti kuranor është për këtë. Na as nuk bëm janor ndihmën që kemi ndaj tyre. Pse? Sa ai ka qenë prej vllaznive, ka qenë prej sahabive, që ka qenë i varfër, por është ndikuar nga dikush. Pastaj ka sjell fitnë, ka gjuhë fjalë, është përfshin ato. Andaj edhe kështu do të jetë mësimi jon, kështu do të jetë parimi jon ndaj vllaznive ton. Kur nuk ban me i fy e me i shoh vllaznin, cilët ndikuan nga të tjerët.
Pse? A sadakon që të e bon dhe i ty në kur mësë nalë. Fjallën e mi që të e bon dhe i ty në kur mësë nalë. Pse? Se kështu ka kërkua Allahu Azza Jall. Pavarësisht gjendjes tina, ti për kani të e bo sadakon. Aji të e bo për Allahun Azza Jall, aji të e bo për to, ndimin që të e bo një vlovi. Aji të e bo për Allahun, aji të e bo për kani të e bo. Andaj kë rrethon, kë mësim, kjo histori, t'jep shumë çka me ful. Po shkurtimisht, ata cilët e kanë dert fejnë Allahut Azza Jall, e kanë obligim për anës Allahut me mbështet, me pasuni, me ato se çka kanë trupat e tyre, edhe me ngrit fjallën e Allahut Azza Jall. Pastaj, fjallë do të vazhdojnë, qasit do të vazhdojnë, por na do të jemi bashkë. Pavarësisht fitness, pavarësisht sfidës, pavarësisht asaj çka na godet, pejgamberi sa nuk e la Ojshën. A dolën fjallë, dolën, nuk e la. As Ebu Bekri nuk e la. Qëndruan bashkë. Po çka? Derisa erdhi e vërteta. Po para se mor dhe vërteta, ka ardha ajo e cila e lajmëra Allahu Azza Jall Ebu Bekrin. Mos i ndalni veprat e mira që i keni ju. Andaj vazhdoni vllazni me punë të mira. T'jeni të bereqetshëm mesën e besimtarëve. T'jeni të mirë, t'jeni të mëshirshëm, t'jeni të dashur, ta avysim njëri tjetrin, ta dojmë njëri tjetrin. Edhe nëse preket njëri nga ne, na me kon që të tonë bashkë. Edhe se në goditet njëri nga ne, krejt që të bashkë me kon. Pasha Allahun Azza Jall, s'po flas diçka tjetër, vetëm asoj se çka po i shë, edhe çka po i ndjej me zemër, edhe pe asoj çka kanë argumentet fetare. Andaj lutna Allahun, që Allahu të na zbut zemrat. Lutna Allahun Azza Jall, që Allahu na mundëse me kuptu fjallën e tina, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta duhem njëri tjetrin si një trup. Një prej neve me pas dhim dikun. Dikuj na më ngushtu dynjoja, na me konkret bashkë ato. Mos më bëu rahat. Andaj kjo është feja Allahut Azza Jall. Aja e cila të bën me kuptu diçka më shumë. Ti nuk je vet, po ti je me vëllezër. Gojla e tyne është edhe gojla jote. Andaj na kena shumë gojleset. Po t'ja fillojmë nga fillimi, ti shuajmë plagët tona. Ti shuajmë ato se çka tjerët thurin ndaj nesh, ti shuajmë ato se çka tjerët bëjnë kurtha ndaj nesh. Lutim Allahun Azza Jall, që Allah të na forcoj fenë e tina. Quli qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum innahu huwa at-tawwabur rahim.